Dashuria është gjoja më e madhe që është një alkimi që përjeton një vajzë dhe një djalë, edhe kundërzimi i gjithë kësaj është martesa. Për me funksionu një dashuri edhe me hecë, me përparu, normalisht se do të me pas një qah, kundërzim. Një gjatë që është e bukur e amel e mirë, a e sigurojmë? Po. Shumë njerëz e sigurojnë kerrin. Nuk ta regjistron kerrin, po ja prej siguracionin. E dashuria që të shoqëron gjatë gjithë jetës, që është gruaja ose burri. A e dini se Muhamedi alayhi salatu wassalam dilte dhe vraponte me bashkëshorten e vet. Në aspektin e sportiv, kanë vrapu, janë marrë me atletik. A dini se shpesh herë pejgamberi alayhi salatu wassalam kur është ulur me gruan e vet, për shembull me Hatixhen ose me Aishën, kur ul e ka marrë ushqimin, ja ka dhënë te goja bashkëshortes vet, sepse pejgamberi alayhi salam ka thonë edhe ushqimi i bashkëshortes suj është sadakaja më e madhe, është dhurata më e madhe, është bekimi më i madh te Zoti. Ushqimi i fëmijëve të juaj, ushqimi i bashkëshortes juaj, sepse bashkëshortja është dashuria më e madhe më. Na i shohim disa filma, për shembull love story, për shembull histori dashurie, që përfundon me martesë. Nuk ka love story më të madhe se jeta e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ai e ka dashur bashkëshorten. Ai ka qenë baba i mirë. Po ai ka dashur edhe femrat në përgjithësi. Vajzës vet Fatimes e kam treguar shpesh herë. Fatimia radiallahu anha ka qenë vajza e të dërguarit Muhammed alayhi salatu wassalam. Ai ka dashur vajzën e vet shumë. Ka pas dashni të madhe ndaj vajzës vet, si prind. Dhe ja ka ndreq, ja ka marrë shtëpinë karshi shtëpisë vet. Përballë, afër, me pas. Kur e pyetën ja Resulullah, pse ti ja marrën shtëpinë kaq afër vajzës tonë? Ka thonë, kur çohem mëngjes, si më thon, ta pini kafe, duhet çohem edhe ti them çikës tema afjeta apo sholla, më në çove e vladi janë. Kurse sot, nuk po them përgjithësi se nuk duhet të shtin një thes gjithë njerëzit, Zoti na ruaj. Sot thot, a dha çikën? Qysh a dha? Çka është kjo shprehje? A dha? A jape? Sa ki shit çikën atë çka ke bë? Ty bistik fa. Po çikën. Pra, janë shprehje ignorante. Si çika, si djali, po ashtu edhe djali. Janë e vlad. Ne si prind, dhe të vdesim, e kemi gajlen e tyne, apo flenë gjumrat, a i kap dhe një smundje, a janë mirë ata, subhanallah. Dhe, nëse sot, ja marrën shtëpi nëse diçka, sot, qka, e fejon çikën e marrën, thot tash s'ka punë mate, na s'ka hisa, s'ka pasunia, në rregull. Mirë osin ne kena spjegu, në një pyetje që ka qenë pyetje, me thonë që gjysma e pasurisë që i takon vajzës, sepse 2 merrte djali. Prandaj, dashuria është gjë e madhe. Po njerëz shpesh herë ngatrojnë dashurinë. Ose e keq përdorin dashurinë. Ka dashuri ndaj Allahut që është dashuri superiore. Ka dashuri ndaj nanës, ndaj babës. Ka dashuri ndaj bashkëshortes që është intime, ndaj fëmijëve, ndaj adheut. Ka dashuri ndaj poezisë. Kush e don poezinë. Ka dashuri ndaj Kuranit, që është libri i Zotit, me lexu më shpesh. Nëse do të kishte një njësi mace, fal. Po. Me çfarë do të matë dashuria për shembull, si koncept? Sipas mendimit tuaj. Nëse e lexojmë librin Jusufi dhe Zelihaja ose Leila dhe Mejnuni, aty mujna me pa pak a shumë se çka është dashuria. Mirë po, nëse marrim ndonjë njësi të madhe, unë mendoj që mendimi im, bazuar në lexime dhe studime, po edhe nga përvoja, unë mendoj që nuk ka njësi madhe dashuria.
shkencëtarët e mëdhej thonë se dashuria nuk ka amper ose voltazh që mund ta marrë, nuk ka skenj. Prandaj edhe Zoti kur na krijoi ne, na krijoi me dashuri. Një ndër emrat e Zotit është Eluhedud, i dashtëri. Allahu ka dashuri të madhe ndaj nesh. Sikur mos na donte Allahu neve, nuk na ke shpërur kësajde. Si shmorë me ne heq. Po ai ka dashni të madhe për ne si krijesat e tij. Po ne sa kemi dashni ndaj krijuesit ton? Ligji newtonian. Çdo veprim ka një kundërveprim. Pra sa ne kemi dashuri ndaj krijuesit ton? Khalaqal insan. Unë kam kriju njeriu, nalo, mendo, kush na krijoi ne? A duhet ta duam ato që na krijoi? A duhet ta falenderojmë? Dashuria shprehet edhe jo vetëm me fjalë, të dua, jo, po shprehet edhe me vepra, me droj, me frikë, me respekt, me kurajo. Pra duhet devocion ndaj saj, përkushtim ndaj kësaj dashurie, edhe në çift, mes burrit dhe gruas. Dashuria nuk është sikur disa njerëz që për shembull ka shumë djem ose vajza e sheh një film edhe pasi përfundon filmi thotë po e pa aty thotë si shpreh dashurinë thotë ti mos ma shpreh kur kështu thotë mirë po atëherë pra pe xhirojmë një film dhe po ja shprehim ndjenjat e dashurisë ndaj njëri tjetrit por duhet ditur se ai është film me skenar kurse jeta e njeriu është më e madhe se filmi, sepse në film është diçka inteligjencë artificiale që duhet modifikuar për të përshtatur tërgjisë dhe kamerave. Kurse në jetën reale ai nuk është film, po është realitet. E ky është pak keq kuptimi i virtualitetit me realitetin. Unë kisha një takim tash që duhet ndërlidhem me këtë pjesë. Kisha një takim me disa kolegë të nderuar dhe një ndër ta nuk më kishte takuar asnjëherë që po i thon tash live, takim fizik. Edhe bisedum pak edhe më tha, njihemi tha nga bota virtuale. Thashë po na dha Zoti mundësinë mu falë në botën aktuale. Që donte thot, i tregova se un jam dhe ekzistoj dhe po flasim në katër sy. Prandaj, edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë, kur ju takoheni me dikon fizikisht, normalisht mund t'i shprehni mendimet edhe më nga afër. Normal mediat e kanë rolin e vet sepse tash e qet gjallë gjithçka. Por edhe realiteti shpeshherë po ngatrohet me virtualitetin dhe me gjërat që janë reale. Faleminderit. Faleminderit shumë.